Përshëndetje Kede, shpresoj që jeni mirë. U boni kohë që nuk jem pa. Këngëtari Besart Kelmendi, i njohur për publikun si Gjesti, ka reaguar për herë të parë pas humbjes së vëllait në një aksident tragjik në Kosovë. Në një reagim në rrjetet sociale, pas disa muajsh mungesë, Gjesti ka falenderuar të gjithë mbështetësit për mesazhet ngushëlluese, teksa ka ndarë lajmin e rikthimit në muzikë. Ai është shprehur se në janar të vitit 2026 do të rikthehet në muzikë me projekte të reja. Përshëndetje të gjithëve. Shpresoj të jeni mirë. U bë kohë që nuk jam parë. Ju falenderoj që më keni qëndruar afër mua dhe familjes time në këtë periudhë të vështirë. Ka qenë e rëndësishme që këtë kohë të rria larg rrjeteve sociale, të merresha me veten dhe familjen time. Ju kam pasur në mendje dhe zemër, siç më keni pasur ju mua. Ju uroj vitin e ri të gjithëve. Të keni shëndet, lumturi dhe familje. Të tjerat bëhen. Dua t'ju tregoj se në vitin 2026, në janar, i kthehem muzikës, aty ku e kam vendin. Ju dua. Faleminderit shumë. Është shprehur këngëtari.